Çfarë është abuzimi financiar? Abuzimi financiar është kur dikush e di pozitën tënde të vështirë financiare ekonomike dhe e shfrytëzon atë në favorin e tij saj. Për shembull, në një familje ku gruaja ka hequr dorë nga puna për të dedikuar familjes, në momentin që ajo nuk e ndjen më të qëndrojë në atë marrëdhënie dhe bashorti në një farë mënyre e shantazhon për faktin që nuk do t'i japi asnjë lek, dhe ajo nuk do ketë mundësi të jetojë apo të mbijetojë pa të, edhe e bën atë që të ndihet keq dhe të ndihet ndonjëherë detyruar që të qëndrojë në atë marrëdhënie edhe pse nuk është e lumtur, ky është një abuzim financiar. Një rast tjetër, le të themi që në një ndërmarrje, në një biznes, nëse një pronar, nëse një menaxhues e di që një punëtor, për shembull, ka humbur lekët në një, qoftë edhe në një bixhoz apo në një investim, ka dy prindër për të kujdesur, ka një qira për të paguar, dhe e di këtë gjë dhe e përdor këtë në favor të tij. Ose për shembull kemi një grua, një nën single me 2 fëmijë, që ka nevojë të kujdeset për fëmijët vetëm, ka nevojë të paguajë të gjitha shpenzimet vetëm, dhe ky pronar apo ky drejtues, duke ditur këtë rasta, e shfrytëzon në mënyrë që t'i kërkoj këtyre personave për shembull më shumë orë pune, ose t'i kërkoj që të bëjnë gjëra që nuk janë në atë rol për të cilën ata kanë marrë në punë, duke e ditur situatën e tyre të vështirë që ata nuk mund të thonë jo, nuk mund të mos i bëjnë, nuk mund të ikin sepse ata kanë nevojë për atë punë për të mbijetuar. Ky është një abuzim financiar. Ka shumë raste të tilla, të shumëllojshme. E rëndësishme është që ne të bëhemi të vetëdijshëm kur jemi në një abuzim financiar dhe që gjithmonë mund të bëjmë diçka për të dalë jashtë tij.